Mendoni që do ketë sukses apo jo? Unë mendoj që një nga kriteret kryesor është çmimi. Nuk e di sa lek do kenë hedh këto të Tani, rrotshës. këtu është një problem shumë i madh fatos, të cilin unë e kam volumtuar pak. Ka gjetur sa lekë. Ti me lekët je kështu. Lekët me unë kemi një marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin, por kam mbetur pak sa e zhgënjur, sepse kam gjetur listën e vendeve dhe se sa para hedh çdo vend që merr pjesë në Eurovision. Dhe Shqipëria në fakt listohet në pothuajse në vendin e fundit për buxhetin. Varet fjalë për buxhetin e këtij viti Për apo? buxhetin e këtij viti. Okej, sa lekë Pra, është? në vendin e fundit është mali. Në vendin e fundit është Mali i Zi me 150.000 euro dhe në vendin e parafundit është Shqipëria me 180.000 euro. A, se 30.000 euro më shumë i pasi Jo, një euro. prit se 12 janë taksa, 12.000 euro. 70.000 është fat ajo që pagesa që do bësh për të marrë pjesë në Eurovision dhe mbeten vetëm 98.000 euro për skenën.